Çfarë vlere ka që unë them nuk kam qenë kur në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kur njeri të shkojë në Aruba, s'ka si vlerë. Fare. Sepse ndërkohë, Aruba është bërë vërtet. Është nxjerrë në këtë fushën e algoritmit, është ricikluar në pafundësi dhe është bërë vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një konsumator kokaine, kjo është bërë vërtet. Dhe fjala drogagji, ikmor drogagji, o drogagji, është një refren që mua më ndjek si një vërtet. Siç është e vërtet që unë kam akuzuar Timat për marrëdhënie me time shoqe dhe për atësinë e djalit tim, është e vërtet. Është bërë e vërtet. Çdo që të them unë, nuk kanë pasur asnjë rëndësi të gjitha letrat që kanë dalë më parë se si është bërë gjyqi e tjerë, nuk kanë frymëzim. Algoritmi këtë gjë e ka bërë përfundimisht vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një kusar që marr pjesën time nga çdo gjë që ndodh në Republikën e Shqipërisë, është bërë vërtet. Çfarë rëndësie ka se çfarë them unë? Natyrisht që për këtë arsye unë nuk e them këtë gjë rregullisht, se s'ka si vlerë. Janë bërë të gjitha të vërteta. Sepse nuk jemi më në një marrëdhënie sociale, politike, demokratike. Jemi në një laborator. Në një laborator ku në kohë reale algoritmi, viraliteti, simbolika dhe gënjeshtra prodhojnë një realitet paralel që shumë më shpejt se sa faktet gjejnë rrugën e tyre, është bërë e vërteta. Dhe faktet janë vetëm përpjekje të dëshpëruara për të mohuar të vërtetën. Atëherë çfarë mbetet për të bërë këtu? Ajo që mbetet për të bërë, të dashur, është që ne të refuzojmë të ndjekim çdo dallgë. Është që ne të qeverisim Shqipërinë sipas kontratës që kemi me popullin shqiptar dhe jo sipas algoritmit. Të bëjmë ato që është shumë e vështirë në fakt, po që është e vetmja gjë që ne mund të bëjmë. Të vazhdojmë përpara. Të vazhdojmë të dëgjojmë, patjetër të dëgjojmë. Askush nuk mund ta thotë, unë jo, që nuk ka shumë të vërteta në ato që thuan.